Në 37 qendra komunale të numërimit, verifikimi dhe numërimi i votave të procesit zgjedhor të 7 qershorit ka përfunduar. Të premten, ky aktivitet u përmbyll në Gjilan dhe Prizren. Puna aktualisht është duke vazhduar vetëm në sallën 1 tetori në Prishtinë. Në qendrën komunale të numërimit në Prishtinë, procesi i verifikimit dhe numërimit të votave të kandidatëve për deputet nga zgjedhjet e 7 qershorit është duke vijuar pa ndonjë problem. Sipas kryesuesës, zyrtarët këto janë në përfundim të numërimit të flet votimeve nga pjesa urbane e qytetit, ndërka gjatë ditës ajo tha se do të vijon procesi i numërimit të flet votimeve nga pjesa rurale e Prishtinës. Sipas zëdhënësit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, komuna e Prishtinës është e fundit që e përmbyll këtë aktivitet me që ka numrin më të madh të vendvotimeve. Ka mbetur vetëm komuna e Prishtinës që të përfundoj këto aktivitetet të parapara, pra që kanë të bëjnë me verifikimin e rezultateve të subjekteve politike dhe numërimin e votave të kandidatëve për deputet. Natyrisht se komuna e Prishtinës është e fundit që përfundon këto aktivitete për faktin se ka numrin më të madh të vendvotimeve të rregullta në të cilat është zhvilluar procesi zgjedhor më 7 qershor. Prishtina ka 262 vendvotime të rregullta për të numëruar, ndërkaq në nivel vendi janë 2498 vendvotime.